Ernest Muçi është kthyer edhe një herë tjetër në erojnë e Trabzonsporit. Futbollisti shqiptar arriti të shënonte golin e fitores kundër Kocaelisporit në fitoren 1-2 të ardhur në minutën e 90. Një ndeshje shumë dramatike e mbyllur në mënyrën më të mirë me lojtarin e Shqipërisë që po merr vëmendjen maksimale në Turqi. Për më tepër me historinë e publikuar, teksa 3 ditë para takimit, pra në 15 janar, trajneri i Kocaelisporit u zotua se do ta ndalonte Ernest Muçin nga golat. Duke parë golat radhazit të shqiptarit, trajneri kundërshtar u shpreh dhe vendosi një bas publik se Muçi nuk do të shënonte këtë herë. Megjithatë, në minutën e fundit, Muçi shënoi golin e fitores dhe ju drejtua me njerë këtij tekniku. Hesht, pas kësaj ndeshje, një diskutim i gjerë u bën në mediat e Turqisë sa i përket talentit të kombëtares. Në një studio ka folur edhe Mehmet Yilmaz, një figurë e njohur e sportit në Turqi. Ernest Muçi është një nga arsyet se pse Trabzonspori po lufton akoma për titullin kampion. Ka momente shumë që ikën nga loja, nuk duket shumë gjatë ndeshjes, por cilësia e një lojtari në gjuajtje nuk mund të jetë kaq e lartë. Pra Mehmet Yilmaz ishte tërësisht i çuditur dhe i shokuar se si një lojtar mund të ketë kaq shumë efikasitet dhe se si mund të jetë kaq shumë preciz në gjuajtjet e tij, duke shënuar thuajse me çdo tentativë serioze drejt portës kundërshtare. Një rast studimi ky, ndërsa nga ana tjetër Shqipëria fërkon duart për lojtarin që ka, por ka edhe një anë tjetër që Muçi duhet ta përmirësojë dhe lidhet me aspektin fizik. Në disa momente të ndeshjes, sidomos dje në pjesën e dytë, për shkak të mungesës së energjive dhe fizikut të tij paksa të dobët, Muçi qëndroi në hije në shumicën e kohës pa pasur shumë kontakt me topin. Është pikërisht kjo pjesa që Muçi duhet ta rregullojë për të qenë pjesë e pandar e formacionit titullar të Shqipëria, duke parë se sa e rëndësishme është në futbollin e sotëm vrapimi, atletika. Nëse Muçi përmirësohet edhe në këtë aspekt, atëherë padyshim që jo vetëm që do të jetë pjesë e Shqipërisë, por do të jetë gati për të kaluar në nivelet më të larta të klubeve në Europë. Deri atëherë, studimet po vazhdojnë për të kuptuar golet e çuditshëm të Ernest Muçit, po aq të çuditshëm sa i djeshmi kur me topin nga vendi, pa shumë sforcë dhe vrull, Muçi lëshoi një prell që ishte pakapshme për portierin. Koha dhe forca e këtij njeriu janë vërtet për t'u studiuar.